Pylli i sodës Mushkëria e qytetit të Vlorës është kthyer në vend grumbullimi të mbetjeve urbane të hedhura pa kriter nga biznese dhe qytetarë. Nuk është marrë asnjë mas për vënien para përgjegjësisë të këtyre të fundit dhe për pastrimin e kësaj zone. Zona e njohur si Mushkëria e qytetit të Vlorës është kthyer në një vend grumbullimi të mbetjeve urbane të hedhura pa kriter nga bizneset, por edhe qytetar. Pamjet tregojnë grumbull mbeturinash në hapësira që duhet të shërbejnë për ajrim dhe çlodhje të qytetit, duke e krijuar ndotje të theksuar mjedisore. Prej kohësh kjo situatë mbetet e pandryshuar, ndërsa nuk janë marrë masa për identifikimin dhe vënien para përgjegjësisë të personave apo subjekteve që ndotin zonën. Mungesa e kontrolleve dhe ndëshkimeve ka favorizuar përkeqësimin e situatës. Përveç ndotjes vizuale, mbetjet urbane përbëjnë rrezik për shëndetin e qytetarëve, si dhe dëmtojnë rënd mjedisin. Banorët kërkojnë ndërhyrje të menjëhershme për pastrimin e zonës, si dhe vendosjen e masave konkrete për parandalimin e ndotjes së mëtejshme.